njëna me tjetrën, do të thotë duken si gunga të mëdha në përfytyrë. Kryesisht e këta persona lajmërohen edhe në pjesën, aknet lajmërohen në pjesën e gjoksit dhe në pjesën e shpindës, edhe shkaktojnë një palumturi shumë të madhe te ai person. Te këta persona kryesisht duhet të ndërmiren masa me njëherë, e jo të marrin këshilla prej rrethit, se kryesisht si njerëz jemi të prirur që të marrim këshilla nga rrethi, nga shoqëria, nga rrjetet sociale, e jo të direkt të lajmërohen te mjeku. Këto raste, kryesisht ky lloj i akneve ka tendencë të lej vraja apo shenja të mëdha në lëkurë, kryesisht në lëkurë të fytyrës, të cilat është e pamundur më vonë që të hiqen, do të thotë ende nuk ka dalë ndonjë tretman